Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka publikuar një tjetër mesazh të koduar në rrjetin social TikTok. Jo pa qëllim ai përdor këtë rrjet, i cili është mbyllur nga qeveria. Elementi i dytë është se Veliaj po jep sinjale se ka identifikuar Nesti Angonin që futi në burg. Herën e kaluar ai ironizoi përmes një rosaku, ndërsa këtë herë ka replikuar me Nesti Angonin. Padyshim një profil i rrem, por Veliaj e ka përdorur për të dërguar mesazhin e radhës. Nesti Angoni nuk ishte personale, biznes si zakonisht, qëndroi fort miku im. Erion Veliaj, emri i rrem, komentet, energjia. Nesti Angoni ngeli spektator me ëndra protagonisti i shkreti. Ky nuk është mesazhi i parë i koduar i Erion Veliajt. Kohët e fundit ai ka publikuar 3 të tillë. Në njërin prej tyre ai përshkruante se kush është Nesti Angoni, ndërsa i dërgonte një mesazh të fortë më saktë para lajmërim edhe kundërshtarëve të tij. Avokatët e Veliajt kanë depozituar disa kërkesa për zbutjen e masës së sigurisë, por deri më tani asnjëra prej tyre nuk është pranuar. Veliaj është arrestuar në shkurt të këtij viti dhe ndodhet që prej atëherë në paraburgimin e Durrësit.